إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu plot fuqishëm s'ka askush që mund ta humbë, dhe atë që Allahu i madhruar e devjon s'ka askush që mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj gjithashtu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu i lartësuar na kujton në librin e tij fisnik se si e urdhëroi Musain a.s. me shku te faraoni dhe thot kështu: idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Përkthimi në surën An-Nazi'at ajeti 17 e tutje, thot Allahu i Madhreshëm i thot Musait a.s. shko te faraoni se me të vërtet ai i kalu çdo të kufi. Faqul hal laka ila an tazakka, dhe thuaj atij, a dëshiron ti që ta pastrosh veten tënde dhe ti friksohesh Zotit tënd, dhe pra a dëshiron ta pastrosh veten tënde dhe wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dhe të udhëzoj tek Zoti yt që ti friksohesh atij. Dhe në këtë formë e urdhëron Allahu i Madhreshëm Musain a.s. dhe ne e dim se kush ka qenë faraoni. Ka qenë një mbret, një sundus mizor, një sundus i cili vërtet sundonte me një arrogancë dhe vrazhdësi dhe me një nepotizëm të papar, sa që arriti mizoria e tij deri në atë grad sa që i tha vetit se ana rabbukumul a'la, se unë jam Zoti juaj. Pra aq në atë nivel të lartë arriti mizoria e tij sa që popullin e tij e detyroi që ta adhuroj faraonin sikurse me qenë Zoti i tyre. Megjithatë, po e shohim vëllezër të nderuar, Allahu i Madhreshëm në këtë ajet po i drejtohet kujt? Musait a.s. dhe po i thot shko te faraoni, i cili me të vërtet ka te i kalu çdo kufi. Po megjithatë po thuj atij, a dëshiron të pastroj, ta pastrosh veten tënde dhe të udhëzoj te Zoti yt. Po e shohim vëllezër të nderuar se si Allahu i Madhreshëm me gjithë këtë zmizori që e shfaqte dhe manifestonte faraoni, megjithatë i ofroi mundësinë e pendimit dhe kthimit tek Zoti i Madhreshëm. Prandaj kuptojmë ne të gjithë, secili prej neve të nderuar vëllezër, që dera e pendimit, pavarësisht çfarë gjunahi, çfarë mëkati, çfarë veprimi që kemi bë, tek Allahu i Madhreshëm është hapur përderisa je gjallë dhe je në zgjedhjen tënde, atëherë bëhu nga ata të cilët kthehen dhe mos e imito apo mos e merr për shembull faraoni, i cili hoqi dorë, e vazhdoi mizorinë e tij, dhe çfarë ndodhi me të? Ndodhi ajo që tregon Allahu i Madhreshëm, pra shkoi nga kjo dynja duke qenë prej atyre që Allahu është i hidhruar, edhe shpjegon Zoti i Madhreshëm në ajete kuranore se si i nënshtrohet dënimit edhe duke qenë varr, po madje edhe
pas ringjalljes në ditën e gjykimit do të ballafaqohet me një dënim të rëndë. Prandaj, vëllezër të nderuar, e shohim këtu këtë çështje shumë të rëndësishme që duhet me pas parasysh, ajo është mundësinë që kemi secili, prandaj mos ta neglizhojmë veten tonë. Mirë po, në anën tjetër i kemi edhe disa ajete tjera në të cilat Allahu i Madhreshëm thotë kështu, vëllezër të nderuar, qad aflaha man tazakka, ka shpëtuar ai i cili e ka pastru veten. Pastaj thot në një ajet tjetër, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Pra në surën Fatir ajeti 18, po thot Allah i Madhreshëm, dhe kush e pastron veten e tij, vërtet ai e bën këtë për veten e vet. Pra e ka shpëtu veten e vet. Vëllezër të nderuar, po e shohim në krejt këto ajete, edhe në ajetin e për faraonin, edhe në këto dy ajete të cilat i ceka, se si po përmenet termi apo shprehja te zekka apo zekka. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot gjithashtu, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dua që ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kthimi është, o Allah, o Zoti jam, më jap mu devotshmëri, wa zakkiha, dhe pastroje zemrën tëme, shpirtin tëm, vërtet më i miri që pastron je ti, dhe ti je mbrojtësi dhe ndihmësi im. Në krejt këto ajete dhe në këtë lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër, po e shohim këtë termin zakka, yatazakka, zakkiha. Çka do të thonë? Çka do të thonë që kjo tezkia që po përmenden në këto ajete dhe në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Vëllezër të nderuar, fjala tezkia apo fjala zakka, nëse e përkthejmë shqip, është për qëllim me e pastru, me i largu njollat një sendi. Ky është për qëllim. Prandaj e shehin edhe fjalën që e përmendim zeqat, me dhon zekatin. Çka është për qëllim? Pse quhet zekat? Për arsye se njëri e jep një pjesë nga pasuria e tij të varfërve dhe kështu e pastron pasurinë e tij. E pastron, e shpërlan, i largon njollat e këqija, ato gjunahet, mëkatet, haramet që kanë pas mundësi me u ballafaqu me të gjatë shitblerjes apo fitimit të asaj pasurie e rrethana që ai nuk i din, dhe në këtë formë ju jep fukarave dhe e pastron mallin e tij, e pastron pasurinë e tij, prandaj edhe është quajtur zekat. E çfarë është për qëllim këto ajete me këtë zekatin, me këtë tezkien, vëllezër të nderuar, është për qëllim njeri me e pastru nefsin e vet, me e pastru shpirtin e vet, me e pastru zemrën e vet, për arsye se vërtet me e pastru jo vetëm nga gjunahet, ashtu që shkuptojmë në shiqim parë, gjithsesi e pastron prej gjunaheve, po njëjtin kohë e ngrit. Pra, e ka një kuptim shumë të thellë që njeriu e ngrit veten e tij, e ngrit zemrën e tij, e ngrit imanin e tij duke e forcu apo duke e plotsu atë me virtyte dhe me karaktere të mira. Dhe kështu, pra, e pastron nefsin e tij, e pastron shpirtin e tij duke u bë më i mirë edhe duke e ngrit veten e tij në ato grada që dëshiron Allahu i Madhreshëm. Pse është e nevojshme kjo? Pse besimtari ose njeriu në përgjithësi ka nevojë për pastrim shpirtëror? Ka nevojë, vëllezër të nderuar, për disa arsye. Njëra nga ato është se vërtet jemi të jetuar në një kohë që ka shumë tundime të nefsit, ka shumë fitne, ka shumë sprova, ka shumë joshje me cilat njeriu joshet në jetën e tij të përditshme. Mundësit dhe lloj-llojshmërit e epshev dhe gjëra me të cilat njeriu pra mashtrohet, edhe nefsi i tij, do thotë epshi i tij udhëhiqet, janë të shumta. Posaçërisht në kohën bashkëkohore, kur po e shohim se vërtet e shohim se është një kohë që shumë e vështirë dhe shumë e keqe, ku jemi në një situatë ku ndihmësit që të ndihmojnë për me ecë përpara janë të pak, dhe vërtet miqt e vërtet janë të rrallë që i gjojmë në ballafaqim që na ndihmojmë
në këtë rrugtimin ton. Pastaj arsyeja e dytë që gjithashtu është e rëndësishme, vëllezër të nderuar, është se vërtet njeriu në jetën e tij të përditshme, pavarësisht situatës apo rrethanës, nuk duhet kuptu jetën sikur me qenë në një situatë ke arrit një sukses, e ke kry do thot një haxh, ose e ke kry Ramazanin, e ke agjeru ashtu që duhet Ramazanin, edhe u kthy, si u kry çdo sen, sikurse një njeri që e ka realizuar një finish gjatë garav, edhe ka mri vendin e parë, edhe e ka kry çdo sen. Jo, jeta ballafaqohesh në jetën tënde me situata dhe rrethana ndryshme që të bën me u zbraps, dhe të bën me u kthy, të bën edhe me u përly, edhe me u ballafaqu, ndoshta edhe me manifestu gjunahet e ndryshme. Prandaj edhe është një proces i vazhdueshëm i njeriu që ka nevojë vazhdimisht me e lut Zotin e Madhreshëm, edhe me synu, me e pastru veten tënde në çdo situatë dhe në çdo rrethon. Pastaj arsyeja e tretë që gjithashtu është e rëndësishme është përgjegjësia personale, vëllezër të nderuar. Secili njeri, secili individ në jetën e tij të përditshme do të gjykohet vetë për veten e tij. Askush nuk e merr përsipër gjunohin e tjetrit. Gjunohet tona s'kam i marr përsipër. As baballar tan, as të afërmit tan, as miq tan, kurkush. Secili do të jap llogari për veprimet e veta. Prandaj çka duhet me bë për me kam prej atyre që vërtet kur del para Zotit Madhreshëm do të jetë prej atyre të shpëtuarve. Pra ajo që ka kërkohet prej teje është kjo, me e kërku prej Zotit Madhreshëm dhe me mundu me pastru veten tonë nga njollat e mëkateve në përgjithësi, dhe me grit veten tonë me virtyte dhe me një iman, me një besim, ashtu qysh e arrin me të shpëtimin tek Zoti Madhreshëm. Pastaj edhe ajo që ka shumë e rëndësishme me pas parasysh, vëllezër të nderuar, e ardhmja. Asnjëri prej neve nuk e dim se çka do të bëhet me neve. Është e panjohur për secilin prej neve. Prandaj kem nevojë, sikurse gjatë dimrit mundohemi me vesh mirë, edhe me bletesha pak më të mira, kështu që kur dalim jashtë ftofti mos me na mundu edhe me fitu ndonjë smundje, gripra e kështu me radhë. Një ashtu besimtari ka nevojë të pajiset jetën e tij të përditshme me disa veprime dhe me disa procese të cilat ato e bëjnë imun besimtarin që kur ballafaqohet me situata dhe me rrethana ndryshme, me qëndru edhe mos me kanë prej atyre të cilët dështojnë edhe humbin veten e tij. Vëllezër të nderuar, dikush që ka pasuri, dikush që ka pozit, ka fuqi, ka pushtet, mund të pretendoj, apo ti mushet vetja që unë jam i fort, nuk kam nevojë për asken, nuk kam nevojë as mi ngrit durt, edhe me lut Zotin tem, edhe me u përul, edhe ndoshta mu fal, edhe ndoshta me ba vepra të mira, se unë jam, kush jam unë, kam pasuri, kam pushtet, e kam e kam kët. Allahu i Madhreshëm në Kur'anin famlar na e përmend një shembull të një personi i cili në surën Al-Qasas e ka pas emrin Qarun. Dhe lexoni kur ktheheni në shtëpitë juaja, lexoni për këtë person, ka qenë një nga njerëzit që ka jetuar në kohën e faraonit, dhe ka qenë edhe ky së bashku me faraonin mizor dhe armiqësor ndaj popullit të tij, por e kishte një veçanti që ai mendonte që kjo do ta shpëtoj atë, se ishte një njeri shumë i pasur. Pasuria e tij ishte pa imagjinueshme se sa shumë ka pas pasuri. Prandaj edhe kur dilte para njerëzve, krenohej dhe mundohej të paraqitej se është dikushi duke pretenduar se për pasurinë e tij, po thot Allahu i Madhreshëm thoshte inna ma utituhu ala ilmin min indi, që më përkthim po thot Allahu i Madhreshëm thoshte vërtet mu më është dhënë kjo pasuri dhe kjo çka po e shihni që e kam në dispozicion si rezultat i aftësisë tem dhe njohurive të mia që i kam, edhe zotnillakut tem që e kam. Këto do thotë e kanë bërë që unë me i siguru këto pasuri. Megjithatë Zoti i Madhreshëm në fund na tregon se fundi i tij ka qenë krejt pasuria që e ka pas brenda një nate. Ka sharru në tokë dhe është humb, gjithashtu edhe ai është shkatruar dhe nuk ka ekzistuar më. Prandaj vëllezër të nderuar, vërtet këto të mirat kësaj dynjaje që i shohim dhe që mundet me na josh
apo me na mashtru, apo edhe me na mush menën që me këto mundet mu arrit suksesi, ta kemi parasysh se gjitha këto janë kalimtare dhe vjen një moment, vjen një situatë kur gjitha këto lihen edhe kime dal para Zotit tën pa asgjë nga këto që ti po mundosh apo po mendon që janë që po të bojnë të fuqishëm, por do të dalësh para Zotit Madhreshëm me veprat e tua. Prandaj, vëllezër të nderuar, ta kemi parasysh këtë dhe ta dimë që vërtet pastrimi i vetes tonë, pastrimi i shpirtit tonë, i zemrës tonë nuk është një zgjedhje opsionale, një luks, me thonë olla mirë është, po është diçka që kërkohet me shumë insistim, duhet kërkohet prej neve nëse dojmë me qenë prej atyre që Allahu i Madhreshëm na ka plot me rahmetin e tij dhe arrin suksesin në këtë dynjë dhe në botën e ardhme. Lutim Allahun e Madhreshëm me na bëj sinqert, të devotshëm dhe nga ata të cilët janë të përkushtuar në rrugën e Allahut të Madhreshëm, e zemrat tona t'i plotsoj me këtë tezkije, me këtë pastrim dhe të na ngrit dhe të na bëjnë nga ata të cilët vërtet i afrohen të Madhreshmit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.